Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju të nderuar miq anë mban botës. Uroj të jeni mirë. Sot do të të shtjelloj një tematik nga editoriali i revistës Vlera për lexuesit dhe për admiruesit e mësimeve psikosociale. Tematika e kësaj video do të jetë ndryshimi i qëndrimit. Unë do të lexoj pjesë, paragraf, që ta përkujtoj këtë shkrim timin edhe për veten time, por pse jo edhe ta shtjellojmë së bashku. Nga se çdo ditë e re përmban një ndryshim në vete. Dhe çdo ndryshim për njeriun është një zhvillim. Prandaj ndryshimet mund të jenë më të ngadalshme, ndonjëherë më të vrrullshme. Ndryshimet duhet të bëhen në jetën tonë, pa marrë parasysh se jeta e deritanishme çfarë të mira dhe çfarë fatkeqësi na ka sjell, mirëpo njeriu optimist, njeriu që ka plot besim në veten e tij, në veprat e tija, ai gjithmonë ka dëshirë për ndryshime të mira, pa marrë parasysh të fatkeqësitë apo të ligat që kanë mund t'i ndodhin në jetën e tij. Prandaj, shfrytëzojeni jetën me përkushtim, vlerësojeni atë, adhurojeni Zotin dhe përqafojeni jetën sikurse një bukuri absolute. Përqafoje jetën tënde dhe admiroj atë sikurse një krijim të shenjët. Prandaj themi se jeta e çdo njeriu është e shenjët, sepse është një shenjtëri, një dhuratë nga Zoti. Zoti është i shenjët. Fjalët e tija janë të shenjta, udhëzimet e tija janë të shenjta, prandaj edhe ky krijim, jeta jon është e shenjët. Donjëherë shohim jetën si të ndërlikuar dhe të vështirë, por e vërteta është se ne i shohim gjërat nga kjo perspektivë e këtillë, e komplikuar, duke ndërlidh një qëndrim të kompleksuar në veten tonë. Në këtë situatë, si kjo, një ndryshim sado i vogël që mund të jetë, mund të ndryshoj jetën tonë në shumë gjëra dhe do të na bëj jetën komplet ndryshe. Pra, ndryshimet krijojnë zhvillim. Dhe më mirë është të provojmë në diçka ndryshe, ndoshta do të fitojmë. Por nëse nuk provojmë, atëherë ashtu sa ashtu jemi në humbje, nuk jemi të kënaqur me jetën e deritanishme, prandaj çdo ndryshim, çdo evolim i mendimeve tona, i shpirtit ton, na çon nga e mira të cilën e krijojmë duke krijuar mendimet e tona të mira. Pra, ashtu çfarë i kemi mendimet, ashtu edhe e kemi jetën. Unë mendoj se me të vërtetë ne kemi nevojë që t'i freskojmë pikpamjet, ndryshojmë mendimet, perspektivat, njohuritë dhe qëndrimet tona, përderisa ne ecim përpara në jetë. Unë mendoj se me të vërtetë ne kemi nevojë që t'i freskojmë pikpamjet, ndryshojmë mendimet tona, perspektivat, njohuritë dhe qëndrimet tona, përderisa ne ecim përpara në jetë, përndryshe neve do të na shfaqen probleme të padëshiruara. Përmes këtij procesi të freskuar, ne do të zbulojmë disa elemente të vjetra dhe të pakënaqshme, të cilat e korruptojnë vizionin ton dhe bëhen një pengesë për vizionin ton të ri. Nga kjo ne kuptojmë se nëse ne mbahemi me të kaluarën, atëherë do ta humbasim të tashmen, sepse e kaluara mbetet në kohën e tyre e ne duhet të edukohemi dhe duhet të ecim me kohën. Prandaj, nëse ne guxojmë që vullnetarisht të vazhdojmë procesin ton reckues, pra e marrim atë guximin
që të bëjmë ndryshime tek ne do të avërejmë se e kemi ngarkuar vizionin ton të shenjët me çështjet jo reale dhe jo të kënaqshme vetëm e vetëm se ne jemi ndier keq për 1 apo 2 ditë të së kaluarës, edhe pse fatmirësisht ne kemi kaluar ato ditë jo të mira, atë ndjenje të keqe në një rreth të keq. Prandaj, ne duhet i harrojmë këto ditë të kaluara në mënyrë që ta pastrojmë vizionin ton dhe ta bëjmë prap të pastur, sikur kristali.